Fazën përgatitore kemi filluar me 26 dhjetor, gati që 2 javë jemi duke u përgatitur për sezonin që na pret. Qëllimi pse filluam ka qerët ishte që ndal ngadalë të përgatitemi, të adaptohemi dhe një farë mënyre të shkojmë me kujdesin më të madh gjatë kësaj fazës përgatitore. Gjatë deri këtë ditë me të vërtet jam shumë i kënaqur nga gjithë futbollistët për kontributin, për dhënien e maksimumin, për disiplinën e treguar gjatë stërvitjeve. Kemi hartu edhe plan programin më të gjerë, kur me 17 janar udhëtojmë për në Shqipëri, kur do të qëndrojmë deri me 29 janar, ku do të kemi atje normal një plan program të ngjyshur me shumë stërvitje dhe më pak kemi planifikuar 3 ndeshje kontrolluese, pasi që e dim që me 4 apo 5 shkurt ndeshemi për ndeshjen e kupës, mundohemi që sa më mirë të përgatitemi për ligën tonë dhe njëkohësisht edhe për kupën. Gjatë kësaj periudhës do të zhvillojmë dukun 6 ndeshje kontrolluese, kur ditën e nesërme kemi ndeshje me klubin Prizreni, me 15 janar luajmë me klubin Keku. Mandej kemi planifikuar 3 ndeshje kontrolluese në Shqipëri, ku e para me 21 janar do jetë kundër Fush Kosovës në Durrës, e dyta do jetë me 25 janar kundër Trepçës 89 dhe jemi duke kërkuar kundërshtar për 27 janar që do të jetë edhe ndeshja e fundit e jonë në Shqipëri. Pas kthesës nga Shqipëria, normal që e kemi ndeshjen e kupës me 4 apo 5 janar dhe një javë mbrapa mbas kemi ndeshjen regionale, ndeshjen e fundit para fillimit të kampionatit me skuadrën e Fush Kosovës. Mendoj që jemi përgatit në çdo farë aspekti. Nga klubi ka pasur disa largime, ku kemi larguar 9 futbollist dhe një farë mënyrë është larguar edhe që nuk e kemi planifikuar largimin e Fitim Susurit. Deri tash kemi transferu 3 futbollist, 2 futbollist dhe 1 portier. Bëhet fjalë për sulmosin Ansor Maarafa Tandina, për mesfushorin Qemajt Elshani dhe për portierin Amrush Bojupi. Gjatë kësaj periudhe mundohemi që të sjellim në klub më pak edhe 4 përforcime cilësore. Realisht përforcimet nuk gutemi, për shkak që me të vërtet kërkojmë kualitet, kërkojmë që ardhmja e përforcimeve të jep fuqi skuadrës së Lirisë, pasi që dihet që na pret një ligë shumë e rëndë, ku kemi shumë konkurrentë të cilët luftojnë për dalje për në Superlig, ashtu që kjo gjysmë sezon për Lirinë normal që do jetë një sezon shumë i rëndë, por ne më kryesore është që në fund të kampionatit të shpallemi kampion dhe të futemi në Superlig, për shkak që qyteti i Lirisë, tradita e Lirisë, madhësia e klubit një gjë të tillë e meriton, edhe ne këtu si staf teknik, si futbollist, por edhe gjithë drejtuesit të cilët na përkrajnë vazhdimisht njëjtën mendim e kemi. Unë pres nga gjithë Prizreni që na përkraje, na japin motiv shtesë, për shkak që ka vetëm një liri, ka liria është brend, ashtu që brendi duhet të mbrohet në çdo farë mënyre. Siç përshini edhe vetë kemi filluar me fazën përgatitore për kampionatin e ri, për gjithë sezonin e ri. Dihet synimet tona janë inkuadrimi në Superligë dhe nuk ka alternativë tjetër për Superligës. Lojtarët janë të dhënë maksimumin edhe gjithë janë të angazhuar për atë synim që e ka, për atë qëllim që e ka klubi i jon, dihet ajo që tash edhe më herët Superliga. Është faza e parë dhe është pak e mundësishme sado kudo për futbollist, mirë po jemi tu kalu shumë mirë. Kam si muajt pyetjet me shku në përgatitje në Begdetin shqiptar në Durrës, kështu që atje do të punojmë edhe më shumë edhe ta kthejmë klubin aty ku ka vendin, sepse prej qytetit, prej kryetarit komunës edhe çdo prej kryesisë klubit dhe shtabit teknik jemi të angazhuar që Lirinë ta kthejmë në Superligë, sepse është momenti i fundit
qeveria të jetë pjesë e Superligës, sepse vitin e kaluar kemi qenë shumë afër, po nuk ja kemi arritur, ndërsa si vjet nuk ka diskutim, është synimi jon kryesor përveç Superligës, nuk ka zgjedhje tjetër. Gjithë futbollistët janë të vetëdijshëm që synimi i klubit është Superliga dhe për ditës parë janë të dhënë maksimumin edhe për vetëm qëllim që ta kthejmë lirin aty ku e ka vendin.